Makaronat përplasin shtetin me Sorial. Shprehet nga tapani popullor thonë se me ata që t'jep bukën nuk bëhet shaka. Pikërisht, institucionin që i druhen të gjithë ata që shkelin ligjin do ta mësonin këtë gjë në mënyrë më të keqe. Më 6 maj 2026, mbi 50 kursantë Akademisë së Sigurisë do të shfaqnin shqetësime shëndetësore pasi kishin konsumuar drekën. Si pasojë, policia do të arrestonte 2 persona dhe do të shpallte në kërkim administratorin e kompanisë Almatafani, kompania së cilës përgatiste ushqimin, pa u siguruar se kush kishte përgjegjësi të drejtë për ushqimin. AKU-ja ndërpreu aktivitetin e kuzhinës deri në daljen e analizave, por kur përgjigja nga laboratori i Isuvit mbriti, ajo nuk kishte përgjegjësi nga kompania. Përgjigjen e analizave që dispononte Media 60 tregon se makaronat e gatuara kishin sasi bakterish mbi kufit e lejuar, nivel të lartë të bakterit E. coli dhe nivel shumë të lartë të stafilokokut. Të pesta nën mostrat kishin vlera të larta të E. colit nga 610 deri në 1300 njësi për gram, ndërsa stafilokokut koagulaz pozitiv arrinin nga 240.000 deri në 2 milion njësi për gram. Të dyja këto janë lloje bakterish që në sasi të lartë në organizmin e njeriut shkaktojnë elmim. Për sa i përket salmonellas dhe listerias nuk u gjetën, por autoriteti kombëtar i ushqimit e përshkroi ngarkesën e stafilokokëve si shumë të lartë. Për këtë arsye, mostra u shpall jashtë standardeve të sigurisë ushqimore. Një pjatë me makarona nuk mund të shpall fajtore një kompani, por një mostër ushqimore me përmbajtje të lartë bakteriale nuk mund të zhduket pas formulimit se organet kompetente vendosen rifillimin e aktivitetit. Pikërisht, këtu fillon historia e elmimit të studentëve të policisë, jo të një ushqimi elmuar, por tek vendimi i autoritetit kombëtar të ushqimit për rifillimin e aktivitetit të kompanisë. Në deklaratën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit ka një detaj interesant që thotë se kompania ka aktivitet edhe në fusha të tjera. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon gjurmëshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fusha të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Sorial është një nga kompanitë më të fuqishme në sektorin e ofrimit të ushqimit për institucionet publike ndër vite, fituese e tenderave më të rëndësishëm ushqimor, që ka një rrjet lidhjesh komplekse me kontrata me 10 miliona euro si Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, Akademia e Forcave të Armatosura e të tjera. Pezullimi i kompanisë do të sillte bllokimin zinxhir të institucioneve për furnizimin e ushqimit, e cila tregon shumë më shumë se sa duket. Praktikisht pozitat që ka kompania i jep në pamje të parë pozitat e një monopoli, të cilin e kanë krijuar këto institucione. Ky sistem që siç duket është tërësisht i varur nga privati. Dokumentet e siguruara nga Media 60 zbulojnë se i gjithë zinxhiri institucional, duke filluar nga autoriteti kombëtar i ushqimit, Akademia e Sigurisë dhe Policia e Shtetit, rezultojnë të paralizuara përballë ndikimit që ka kompania e cila është në qendër të hetimit. Praktikisht, bllokimi i aktivitetit të kompanisë do të bllokonte disa institucione publike nga shërbimi i ushqimit, duke krijuar një kolaps të madh. Lëvizja e autoritetit kombëtar të ushqimit me pezullimin e licencës dhe rifillimin e aktivitetit të kompanisë Sorial do të vinte në lëvizje prokurorinë e Tiranës. Kjo e fundit do t'i kërkonte autoritetit kombëtar të ushqimit dokumente dhe sqarime për mënyrën se si ishte marrë vendimi i zhbllokimit. Dokumentet nga laboratori tregojnë se ngjarja ndodhi në fillim të majit 2026. Nga disa ushqime të analizuara, vetëm makaronat u shpallën zyrtarisht të elmuara. Nga fundi qershorit 2026, studentët do të elmoheshin përsëri dhe pas ngjarjes, Prokuroria e Tiranës do të sekuestronte dosin e kontrolleve dhe zgjeronte rrethin e personave të marrë në pyetje. Vetëm se në këtë rast, autoriteti kombëtar i ushqimit do të nxirrte rezultatet për raportet dhe analizat përpara incidentit të parë, ndërkohë që po zvarit ende rezultatet përfundimtare për rastin e 6 maj 2026. Media 60 kontaktoi Sorial SHPK në lidhje me incidentin e ndodhur në 6 maj 2026, duke pyetur për produktet me nivel të lartë bakterial. Kompania deklaroi se makaronat që i referoi redaksia përkisin vakti të darkës, i cili nuk ishte konsumuar nga asnjë kursan. Ajo shtoi se mostra e makaronave nuk është marrë nga kampioni i ruajtur sipas kërkesave ligjore, por nga banaku i shpërndarjes, pasi ushqimi kishte qëndruar i ekspozuar për më shumë se 6 orë, ndaj edhe mund të jetë prishur. Ndërsa, pas këmbguljes së gazetarit për më shumë informacion, nuk pati një feedback të dytë zyrtar. Ndryshe nga Sorial, autoriteti kombëtar i ushqimit deklaron se mostrat e ushqimit janë marrë nga dreka dhe darka, duke lënë të hapur përgjegjësinë për dyshimet për elmim. Madje AKU-ja deklaron se ishte pezulluar konsumimi i ushqimit brenda mensës së akademisë deri në pritjen e analizave përfundimtare. Megjithatë, një detaj interesant zbulohet nga përgjigjja e kompanisë, pasi ajo refuzon rezultatet përfundimtare nga laboratorët e Institutit të Shëndetit Publik dhe Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë. Sipas kompanisë, Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ka konfirmuar zyrtarisht se laboratorët e ISHP-s dhe NJVKSH-s Tiranë, rezultatet e cilëve janë administruar gjatë trajtimit institucional të çështjes, nuk kanë qenë asnjëherë të akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. Media 60 kontaktoi në linjë telefonike drejtoreshin e Institutit të Shëndetit Publik Dorina Toçi, duke pyetur se çfarë vlere kanë raportet e institucionit
ku laboratorët janë të paakredituara dhe çfarë komenti kanë për deklaratën e kompanisë. Drejtoresha thotë që nuk i përgjigj pyetjeve të Media Gjaxhit, duke sqaruar se do t'i përgjigjë në mënyrë institucionale kërkesës tonë për koment. Media Gjaxhit sqaroi përfaqësuesin e Sorial SHPK se dokumentet që dispononin dhe rezultatet ishin nga një laborator i certifikuar nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe se mostrat ishin marrë edhe nga Dreka edhe nga Dark. Kompania nuk bëri koment, por deklaroi se në ditën e vazhdim do të bëte një deklaratë publike ku do dilte me qendrim zyrtar për ngjarjen. Dokumentet nuk tregojnë se cila produkte u analizuan një për një, çfarë treguesish u kërkuan dhe se si u arrit në përfundimin se kompania mund të vijonte aktivitetin. Ato konfirmojnë megjithatë se ushqimi përpunoi dhe gatuoi në kuzhinën brenda garnizonit Skënderbej, pranë Akademisë së Forcave të Armatosura dhe më pas transportohej drejt Akademisë së Sigurisë në Sau. Media Gjaxhit kontaktoi drejtuesin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Blerina Gjylamet, për ta pyetur se si u lejua vazhdimi i aktivitetit të kompanisë kur disa analiza të produkteve ushqimore dolën me nivel të lartë bakterial. Por drejtoresha ashtu si institucioni refuzojnë të japin sqarime për këtë çështje. Të njëjtin qendrim pati edhe Policia e Shtetit, e cila ka refuzuar të japë informacione në lidhje me auditin që është bërë për helmimin e studentëve, duke refuzuar të vendosë në dispozicion kontratën e akademisë me operatorin privat. Megjithatë, duhet theksuar se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në kthim përgjigje për redaksin deklaron se institucioni është në pritje të raportit epidemiologjik. Ky raport do të përcjellet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë dhe Instituti i Shëndetit Publik, i cili pretendohet se nuk është i autorizuar si laborator, me qëllim evidentimin e shkaqeve të helmimit. Paradoksi siç kuptohet vjen nga çdo përgjigje institucionale që duke pasur topi nga njëri tek tjetri kërkojnë atë që ka ndodhur edhe në shumë raste të tjera, ku çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Një nga detajet më të rëndësishme të procesit të përgatitjes së ushqimit nga kompania është gatimi në një kuzhinë jashtë akademisë. Dokumentet e procedurës lejonin përdorimin e një vendi tjetër brenda Bashkisë Tiranë, me kusht që ai të ishte i licencuar, i deklaruar nga kompania dhe të përdorej me një akt pronësie, qiraje ose përdorimi të ligjshëm. Por tendri kërkonte edhe gjurmëshmëri, ruajtjen e temperaturës, transportin me pajisje të posaçme dhe kontrollin e ushqimit deri në konsumimin e tij. Me sa duket kjo e fundit nuk është zhvilluar siç duhet nga kompania. Arsyet e itinerarit të transportit apo kushtimin për naftë që të mos bëjë dyervajtje ardhi e kompanisë për mëngjesin e darkën janë dyshime logjike që vijnë nga ajo që ka ndodhur dhe jo një herë, por dy të tilla. Pikërisht këtu nis një histori më e gjerë sepse kuzhina në garnizonin Skënderbej nuk shfaqet vetëm në ekstraktin e Sorial, edhe ekstrakti i kompanisë KPL shënon një magazin dhe depo brenda të njëjtit garnizon, pranë Akademisë së Forcave të Armatosura. Në regjistrin e Sorial, i njëjti kompleks figuron si kuzhinë ku ushtrohet aktiviteti, krahas një kuzhine tjetër brenda Akademisë së Sigurisë dhe disa pikave në spitalet publike. Kjo tregon se aktiviteti i tyre është zhvilluar në të njëjtën hapësirë institucionale dhe se lidhja mes tyre nuk kufizohet vetëm te emrat e pronarëve, por ka më tej. Gjyru më të çojnë më pas në qendër spitalore universitare Nën Tereza, ku KPL SHPK siguroi një prej kontratave më të mëdha të shërbimit ushqimor në vitin 2023. Në njoftimin paraprak të operatorit të blerjeve të përqendruara, procedura përgatimi dhe shpërndarjen e ushqimit në QSUT kishte një fond limit për 1.1 miliard lekësh, ose rreth 11 milionë euro. Në listën e kompanive konkurrente shfaqet vetëm kjo kompani, e cila e fiton tenderin pagar. Sipas Open Data Albania, platforma e ISIT, ky tender është shënuar me flamur të kuq sepse paraqet dyshime për korrupsion dhe favorizim fituesit. Kontrata nuk lidhet me shërbim të zakonshëm, por me përgatitjen e përditshme të ushqimit për pacientët dhe personelin e spitalit më të madh publik në vend. Ekstrakti historik i KPL-s e vendos selinë e kompanisë në rrugën e Dibrës, numër 372 në ish kuzhinë godina QSUT, ndërsa objekti i aktivitetit përfshin drejt për drejt gatimin dhe shpërndarjen e ushqimit për pacientët dhe drejtimin e ushqimit për te pacientët dhe stafin spitalor. Por dokumentet e tendrit të krahasuar me dhënat e kompanisë krijojnë një mospërputhje që duhet sqaruar. Sipas kriteret në dokumentacionin e procedurës së qendrës spitalore universitare Nën Tereza, kompania duhet provonte se në të paktën një nga vitet 2020, 2021 ose 2022 kishte realizuar xhiro më të vogël se 40% e fondit limit. Në këtë rast, ky prag ishte 428.9 milionë lekë. Të dhënat e xhiros të paraqitura për KPL tregojnë 183.7 milionë lekë në vitin 2020, 174.8 milionë lekë në vitin 2021 dhe 198.7 milionë lekë në vitin 2022. Pra, në asnjërin nga 3 vitet kompania nuk arrinte pragun e kërkuar për afro 429 milionë lekë. Edhe në vitet pasuese, xhiroja e paraqitur ishte 207.8 milionë lekë në vitin 2023, 259.7 milionë lekë në vitin 2024 dhe 308 milionë lekë në vitin 2025. Por të dhënat publike nuk e shpjegojnë se me çfarë dokumenti Komisioni i vlerësimit të ofertave konsideroi të plotësuar kriterin ekonomik. Për këtë arsye, pyetja nuk është vetëm sa ishte oferta, por kush verifikoi xhiron dhe çfarë dokumenti u përdor për kualifikimin. Duhet theksuar se kompania nuk ka plotësuar kriterin dhe në shkeljet ligjit, operatori i blerjeve të përqendruara i ka dhënë tenderin me vlerë stratosferike. Media Gjaxhit kontaktoi administratorin e kompanisë në atë kohë, Ramazan Troka, për të kuptuar se si e ka fituar tenderin kompania kur nuk plotësonte kushtin. Por deri në publikimin e këtij shkrimi, Troka nuk bëri asnjë reagim. Heshtjen zgjodhi edhe institucioni që tashmë drejtohet nga Jonaid Myzyri, operatori i blerjeve të përqendruara, i cili në periudhën e tendrit drejtohet nga Hendrit Mullaj. Historia bëhet më e qartë kur ndiqet lëvizja e pronësisë mes KPL dhe Sorial. Në kohën kur KPL fitoi tenderin e ushqimit në QSUT, kompania zotëroi dhe administroi nga Ramazan Troka. Emrat pas dy kompanive, megjithatë, kishin qenë të lidhur prej vite. Alma Tafani dhe Nikolini Aka kishin kaluar më herët në pronësinë e KPL-s, ndërsa të njëjtët persona shfaqen edhe në historikun e Sorial. Lëvizja kryesore ndodhi më 29 maj 2025, kur Ramazan Troka ja transferoi të gjitha kotat e KPL
kompanisë Soriale. Kontrata u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 3 qershor. Ajo parashikonte se nëse çmimi nuk paguaj brenda afratit, troka mund të kërkonte kthimin e kotave. Kështu, Soriale, kontrolluar në atë kohë nga Alma Tafani, u bë pronare KPL. Sipas ligjit të mbrojtjes së konkurrencës, kur dy kompani bashkohen ose shkrihen në një kompani të vetme dhe kanë xhiro mbi 200 milionë lekë ose mbi 2 milionë euro, ato duhet të bëjnë njoftimin te autoriteti konkurrent. Në lidhje me këtë veprim, Soriale nuk pati asnjë koment. Më 30 prill 2026, KPL kaloi përsëri dorë. Soriale u largua nga pronësia dhe 100% e kotave kaluan drejt Alma Tafani për 340.000 euro. Lëvizjet vazhduan dhe në 11 qershor 2026 Alma Tafani transferoi të gjitha kotat e KPL-s Mario Axhi Ymeri. Ai u bë pronar dhe administrator, ndërsa selia e kompanisë u rikthye në ish kuzhinën e QST-s, pikërisht në institucionin ku KPL-s batonte kontratën e ushqimit. Vetëm 4 ditë pasi ndodhi incidenti me elmimin e mbi 60 studentëve në Akademinë e Sigurisë, ku kompania nuk kishte asnjë përgjegjësi, në 29 qershor 2026 Alma Tafani do t'i ashiste me kusht Soriale Ramazan Trok. Kontrata parashikonte që pagesat të kryej brenda 3 vjetësh dhe Troka mori menjëherë dhe administrimin e kompanisë. Por nëse nuk bëhet, rastet e tjera kanë treguar që kompania ka kaluar sërish ish pronajt. Pra loja juridike duket më së qartë. Pra brenda pak më shumë se një viti KPL kaloi nga Ramazan Troka te Soriale, më pas te Alma Tafani dhe në fund te Mario Axhi Ymeri. Ndërkohë Soriale kaloi nga Alma Tafani sërish te Ramazan Troka. Vetëm disa ditë pas episodit të dytë në Akademinë e Sigurisë, me sa duket sa të shkruhet drama e elmimeve, sepse tendrat e fituar për ushqime institucionet publike vijojnë të pashqetësuara nga ky precedent. Por siç duket institucionet din të heshtin dhe të fshihen pas afateve, ashtu siç vepruan edhe në rastin kur ne pyetëm për elmimin e studentëve dhe në këto kushte na mbetet të shpresojmë dhe urojmë që mos na avdes ndonjëkush nga elmimi, para se institucionet të ndajnë mendjen për të dhënë përgjigje, pastaj përgjigjet fajtore që deri më sot, ashtu siç thot populli, faji mbetjet e tij. Megjithatë, në të gjithë këto kontrata të majme ku kompanitë mundohen të fshihen pas lëvizjeve të aksioneve, një pikpyetje mbetet ende pa zgjidhje. A do jenë makaronat që do sillen divorcin me Soriale dhe institucioneve shtetërore, apo kontratat do vijojnë të fryera ashtu siç fryhet shëndeti i njeriut nga brumat, siç janë makaronat? Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.